Televizioni shtetëror iranian konfirmoi zyrtarisht vdekjen e udhëheqësit suprem Ali Khamenei në një njoftim që tronditi lindjen e mesme dhe jo vetëm. Brenda pak orësh autoritetet në Teheran shpallën krijimin e një këshilli të përkohshëm 3 antarësh që do të marrë kompetencat ekzekutive deri në zgjedhjen e liderit të ri. Sipas kushtetutës së Republikës Islamike, përzgjedhja e udhëheqësit suprem i takon asamblesë së ekspertëve, një organ prej 88 klerikësh me mandat 8 vjeçar. Regjimi iranian u përpoq të transmetonte stabilitet dhe vazhdimsi institucionale, por prapa kësaj qetësie zyrtare, burimet të sigurisë në Izrael dhe SBA zbuluan se bëhej fjalë për një operacion të përgatitur prej vitesh. Sipas këtyre burimeve, eliminimi i Khameneit ishte kulmi një fushate të gjatë inteligjencë të drejtuar nga Mossad, me mbështetje teknologjike dhe informacioni nga CIA dhe agjenci të tjera amerikane. Operacioni u përshkrua si kirurgjik dhe jashtëzakonisht i koordinuar. Në orën 9:40 të mëngjesit me orën lokale të Teheranit, 3 valë sulme zgoditën objektiva kyçe në kryeqytet. Ndryshe nga pritshmëritë për një sulm gjatë natës, goditja erdhi në mes të ditës, pikërisht kur disa nga figurat më të larta të regjimit ndodheshin në një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Brenda rreth 60 sekondash, sipas raportimeve, u neutralizuan jo vetëm udhëheqësi suprem, por edhe 7 antarë të lartë të sigurisë dhe 10 zyrtarë të tjerë strategjik. Raportimet të publikuara nga The New York Times thekson se inteligjenca amerikane kishte informacion të detajuar mbi vendodhjen, lëvizje dhe orarin e takimit. Ky informacion i lejoi Izraelit të planifikonte një goditje me saktësi maksimale, duke minimizuar kohën e reagimit të mbrojtjes ajrore iraniane. Një nga elementët kyç të operacionit ishte përdorimi i raketave balistike Air-Tok Black Sparrow, të lëshuara nga avionët luftarak F-15. Këto sisteme lejojnë goditje në distanca të mëdha pa hyrë në hapësirën ajrore të mbrojtur nga sistemet kundërajrore të Iranit. Paralelisht, u raportua se u goditën edhe instalacione të lidhura me programin e raketave balistike dhe disa sisteme të radarëve strategjik. Megjithatë, ekspertët janë të ndarë mbi pasojat. Analisti izraelit Yossi Melman paralajmëroi se historia ka treguar se eliminimi i liderëve nuk e çon domosdoshmërisht në rrëzimin e strukturave shtetërore. Regjimet autoritare kanë mekanizma zëvendësimi, theksoi ai. Një ish zyrtar i lartë i inteligjencës amerikane e quajti operacionin potencialisht një gabim strategjik afatgjat. Sipas tij, kur eliminon liderin e një vendi, krijon një boshllëk që mund të mbushet nga figura edhe më radikale. Nga ana tjetër, disa analistë konservatorë argumentojnë se goditja mund të dobësojë seriozisht strukturën e pushtetit në Iran, duke krijuar përçarje të brendshme në elitën politike dhe ushtarake. Ata theksojnë se kombinimi i teknologjisë amerikane me rrjetin e burimeve njerëzore të Mossadit brenda territorit iranian ishte faktor vendimtar. Operacioni shënon një precedent të rrallë në politikën ndërkombëtare, vrasjen e kreut të një shteti sovran përmes një sulmi të koordinuar ushtarak. Kjo ngre pikpyetje të mëdha për të drejtën ndërkombëtare, për shkallëzimin rajonal dhe rrezikun e një konflikti më të gjerë në lindjen e mesme. Tashmë vëmendja është vendosur tek reagimi i Iranit. A do të ketë kundërpërgjigje ushtarake? A do të përshkallëzohet konflikti me Izraelin? Apo regjimi do të fokusohet në konsolidimin e brendshëm të pushtetit? Një gjë është e sigurt, operacioni zgjati vetëm pak sekonda, por pasojat e tij mund të ndikojnë balancat gjeopolitike për vite me radhë.